Një grup delegatësh të Kuvendit të Lidhjes Demokratike të Kosovës dorëzuan të mërkurën në selinë qendrore të partisë firmat e nevojshme për mbajtjen e mbledhjes së jashtëzakonshme të Kuvendit me synim shkarkimin e kryetarit aktual Lumir Abdi Xhiku. Kjo sipas mediave të Kosovës që cituan deputetin e zgjedhur të LDK-s Armend Zema dhe kryetarin e Degës 2 të asaj force Florian Dushi që raportohet se kanë depozituar nënshkrimet në fjalë. Dorëzimi i firmave u konfirmua edhe nga nënkryetari i partisë Lutfi Haziri. Unë mendoj që në dy binar do të vazhdohet më punu. Binari i parë është shqyrtimi i kërkesës të nënshkruarve që janë delegat përfaqësues të elektoratit LDK-s dhe binari i dytë është kryetari i LDK-s ose zyre me autorizimet plota me menaxhu këto procese politike. Sipas kërkesës. Sipas statutit të LDK-s, Kuvendi i Jashtëzakonshëm mund të mblidhet me kërkesën e të paktën 118 prej 355 delegatëve të tij. Dhe pas dorëzimit të firmave, kryesia e partisë duhet të thërrasë Kuvendin brenda një avati prej 60 ditësh. Dorëzimi në nënshkrimeve vjen pas përplasjeve të hapura brenda LDK-s dhe pa kënaqësive me Abdi Xhikun, pasi partia që garoi në listë të përbashkët me ish-presidentin Vjosa Osmani doli e treta në zgjedhjet parlamentare të 7 qershorit, si dhe pasi Abdi Xhiku nisi javën e shkuar bisedimet me kryeministrin në detyrë dhe kreun e lëvizjes vetëvendose Albin Kurti për një marrëveshje për krijimin e institucioneve të reja të vendit.